Ne, sikur ta kishim kuvendin e konstituum, natyrisht se sot me urgjencë do të duhej të flitej për gjendjen në korporatën energjetike të Kosovës dhe për mafinë energjetike në përgjithësi. Po besoj sot të gjithë i keni pa dhe i keni raportuar gjithashtu që ju falenderoj se çfarë po vjellin tymtarët e Kekut, jemi në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Ka disa kohë që po ngrisim zërin kundër mafisë energjetike. Ju të nderuar gazetar tashme dini se çfarë po ndodh në komplet sektorin e energjisë. Ka ndodhur dyfishim i faturave të energjisë elektrike, i kemi 1300 biznese të cilat janë komplet në kaos sa i përket furnizimit me energji elektrike, të cilat po refuzojnë të nënshkruajnë kontrata me furnizuesin e fundit, dhe të cilat nuk e din fare se çfarë do të ndodh pas 60 ditëve kur edhe i kalon afati i furnizimit Kekut si furnizuesi mundësisë së fundit. Është një tender prej 137 milion euro me negociata i shpallur nga Korporata Energjetike e Kosovës me 22 janar të këtij viti. Bëhet fjalë për 137 milion euro për modernizim dhe rehabilitim të Kosovës A3. Merreni me mend, Korporata Energjetike e Kosovës e ka shpallë këtë tender dhe nuk ka studim të fizibilitetit. Arsyeshmëria që këtë tender ta bëjnë me negociata thuhet është sepse është tepër voluminoz dhe operatori ekonomik nuk ka bërë studim të fizibilitetit. Pra ftohen kompanitë me konkuru dhe Keku nuk e din se çfarë do të bëjnë ato kompani. Flitet për modernizim dhe rehabilitim të njësisë A3. Ka pasur disa ndryshime të kritereve gjatë rrugës të këtij tenderi dhe nëse nuk gaboj ende është i hapur. Pritet me Kek pret me i pranu 6 oferta dhe mandej me i fillu negociatat me secilin prej tyne. Nuk ka penalti, nuk ka auditim dhe ka kritere diskriminuese. Është thjesht qarkullimi i kompanive kërkohet dhe gjithashtu kërkohet përvoja e ekspertave, e kjo e fundit ka ndryshu disa herë me gjasa duke ju përshtat kompanive të ndryshme. Gjatë 4 viteve të kaluara Ministria e Ekonomisë ka dështuar me mbikëqyr Kekun. Janë lavdru që kinse Keku po operon me fitim, por në fakt ajo që ka shihet është që Keku shpesh herë në emër të eksportit të energjisë elektrike i ka sakrifiku edhe rehabilitimin e blloqeve. Sot, kur jemi në qershor, ne kemi rënje të vazhdueshme të blloqeve. Mirë po fitimin e Kekut, qytetarët po e paguajnë në mënyra të ndryshme, po e paguajnë me fatura jashtëzakonisht të larta, po e paguajnë me import i cili në periudha verore nuk është fare i nevojshëm që të kemi dhe po e paguajnë përmes sponsorizimit të fitimit të kompanive të ndryshme të cilat ne dyshojmë që janë të lidhur me njerëz në institucionet e energjisë. Sot jemi në një gjendje të kaosit total energjetike dhe kjo gjendje pritet të përkatësohet. Andaj edhe nga këtu po shfrytëzoj rastin që të bëj thirrje prokurorisë speciale që menjëherë të filloj hetimet për të gjithë aktorët e involvuar në sektor.